mos u pikëllo, përderisa je besimtar që beson Allahun. Me të vërtetë, ky besim është sekreti i kënaqësisë, qetësimit, paqes dhe lumturisë. Dhe se hamendja, e keqja dhe vuajtja është me pabesimin dhe dyshimin. Plot njerëz të mençur, të mprete të talentuar kam parë, por çdo, kur zemrat e tyre ishin larg dritës dhe shkëlqimit të misionit islam, të zbrazura nga kjo dritë, gjuhët e tyre ishin të shuara dhe të lidhura si me pranga hekuri ndaj ligjeve dhe rregullave islame. Ebu el Ala el Meari, për islamin e pastër, thot: kundërshtim, po ndaj nesh nuk ka mundësi tjetër përveç heshtje dhe nënshtrim. Ibn Sina thot: me të vërtet, intelekt aktiv është ai që lë gjurmë në natyrë. Ilia Ebu Maadi thot: erdha nuk di prej nga, por unë bërita. Shikoja rrugën para meje dhe ecja. Pra, kuptova se robi bëhet i lumtur sipas besimit që ka.